si
në organizim në mediumet private. Nuk ka të vërtet, në mediumet private në mënit tjesë, jemi shafë nga fërë në klavë të datinit, jemi në përbuzës nga fërë në hilali shumë herë, i mrati rafë që kemi në tjesë klavë të datinit, në në legjeri nga fërë, ku jemi përbuzës në statë në aflishën, prej njëri, prej mlatë, prej mërgori, prej jeti pa liberuar, se jeti të rëndum 33 muslimon që aparë. Ne nuk kanë atë, të njërosi e ti, lidhe me shkollën, me shkollën sa i të të rëndosam, kjo të kraqenjë këtore, kësit gjahirës, se nuk kemi kundër pajtonisës e jo për bashkë e që kejtë popularë ju, që shanë pajtonisë a asë e kopni, sa të nësër kejtë popularë shqiptarë. Bashkë edhe në asë e nësër, por që rimi i në ka qenë në Rusia e Gjamiës të Zanit, që shkolla e jo kundër pajtonisë në Kustavarë, po predejsi im ka qenë që ne edhe në vendin tonë kemi njerëz mëdhenj të cilët meritojnë një institut e zorë shtetëror, ta bërë emër, edhe Amerikin popullit tonë prej gjitha orëve, i tregojnë kokës se në ngejtë vendet kemi njerëz mëdhenj, jo vetëm në Iran, populatëskor, njerëz që pa mi marë pjesë me diuve, a në qërë se marë ju, me dërë se s'vjetin pjesë e juve private, si shkonin pjesë qërë, pjesë qërë dhe ati, atëra nuk kemi oferta. Ju jemi mirë njohë, gjithë vërdeve pasatërisht, në laboratorë në Ekuadorës, për shkak se ata ka umiru për ligjeratët e tonë në njohë, çdo në papagesë, të Ramazan, edhe në borë e fundit më ati grave, ka liru edhe njohë, e ka blokirë, në orë e pyjtjeve të prodhishme në programit hapër, e ka liru edhe njohë, 3 orë, në rrë, 3 orë, në e 3 një lejtë, edhe 3 orë i ka liru prej një deri në si vjetë, pa asë pagesë, me ndojë se grave e smaja e orë me njohë private. Sa përshëndi intervista, kishin shku në ajë, kishin thonë, kishin vetë, kishin shporë, shumë nuk në ka morë modre, por nuk e këtëri për kam në vartë, dhe atë në avogër, për kam nuk e këtëri ta jemi të gatë shumë rëkënqis, mrejta, soarëve, dosime, biturjës tonë, qdo më është për kapite, Allahu të të zhlebu, të të shahu, rafiru bëmë, isha Allah. Është e një pjesë që para për qasë u përgjizit, por të e nështë e një shorës, Shamin të një të i vëzhallar, keni përqarën popullin tonë, si musliman dhe të është komptarë. Unë dhe të përqarën dhe dikun, me një nivel shumë turën, janë prezente. Po përkojnë për i gjematin që shumë shpejt mësë mundët me nërdu në tenda, në të cilët din me nërdu, ato që nërtojnë shumë një dhe kanë të vizirë nërdimin, për shakë të shpet që janë nërdu, që gjematin turën me një dhejtë, për të cilët nuk ka shpegatit me nërdu, edhe të e pasaj popullin hapi të shumë shpejt i në përqari, ma një ato ashtë ku e mërë të dojnë ato dhejtë me në zveti e me dojnë të ato i dojnë kërë të përqari dhe veta, pa shpejta. Pyqe para fundit momentalisht, a jeni dhe ju të mendimit të bashkje i kamë e vërë presion për zhalat? A të vërtet të bashkje i kamë e vërë presion, po jo për zhalat të mendit në disa zhalat. Jo për një të zhalat, a të vërtet. Dhe pyqe fundit, shëtë me kam kërë dhe gjumar? Ja ragione a non avere lavori e se ne non fare già da 5 ore per 2 fare già mi quel giorno di persone che sta con viene da Libia e la viene già da la giornata che non fare per giornata e se non fare per giornata non viene da giornata giornata non sto da morte in tutti i musulmani ne lavoro che la di del mondo. Vëllezër të dashur, si e pa vetë dhe si nuk në ashtë së bashku, ligjërata e Jakub Efendi Hasipit ke ashtë e doshme, ashtë e kamshme, që nda përshqipje në zemrat tona, e inshallah Allah të gjellar e pahur me të mira që ajë pësedon, edhe juve të cilët ishin njatë të rushëm dhe ashtu kemi në gjuhë në shpirë dhe në zemrat, Allah i shpalet, por pytjet të cilat në projekte e Efendiu, mua për ato më vëdesh, por ata që këtë nga pa përgjigjen të ardhën në shalat të mëndohën, dhe të përgjigjen në izni nga në tala, i lutem në Allah në gjelar për një gjendet të fëndos në shalat në nëson, si që të nëzur në shpijat e ti me të borë. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, al-Fatiha.
واستكفر الزاد فإن سبب
dhe me dalgat e dunjos janë të forta. Bona ametin mirë, bona punën e sfiton, sa Allahu e don muslimanin që e bën punën të sigurt. Qoftë namaz, qoftë punë tjetër. Pra vëllezër, Allahu e don njeriu që e bën punën të sigurt. Punën që e bën shkele shkot, Allahu nuk e don. Pra sot musliman ka marrë një interese, çka është prodhimi muslimanëve e hekin honën. E shohin, si dosh madhe in Gjermania, kemi ka super edhe ma shkret, si dosh madhe in Turkia, një që mbonshit e Malia. A nuk është e vërtet ajo? Po na kanë imponu të tjerë, dhe na kanë tonë dhe na kanë binse, punën që e banë muslimani nuk është e sigur. Jo dhe, punën që e banë muslimani dhe të është më e sigur, nga sa ajo punë ka fillu me bismillah, ajo punë ka varu me alhamdulillah, pra punën të cilën e banë muslimani, duhet të jetë shumë e sigur. Kjo është ajo namaz, kjo është ajo shkollim, kjo është ajo punë fabrik, apo në kush ku dhe të tërsh, duhet është e sigur. Se dalgat ka jonë të dekjo shqipteje, që do të dalgat e dunjose të çuditshme dhe njerë vin një dalgje e azdisjes, ma dhe vin një dalgje të frikës, njerë se ne bon namazin rahat për ku karalekut, ma dhe jetë zotë i dare, se ne bon namazin rahat për ke bohe sa, ku i ka donë, kush i ka marë, sa ka fitu, sa ka hum, shu që asë një hendur bohe rahat, të dalgat e dunjose. رسول الله عليه الصلاة والسلام أحكم السفينة فإن البحر أمين واستكثر الزاد فإن السفر طويل فpregatitje bon hazërët me vete pregatitje se rruga është e gjatë, rruga ahiretit është e gjatë, dita e mahsherit është e gjatë, me hinë xhenet nuk është lehtë, duhet të pas shumë kapital, me hinë një shtëpi dunjaje të kësaj dunjaje fani, duhet të pas shumë kapital me ndërtu një shtëpi, po me sa kapital duhet me hinë xhenet të Firdausi. Duhet të pas shumë hazërët në po, shumë namaz, shumë Ramazan, zikr, punë mira, s'ka të mundshme me fitu xhenetin. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka ela inna sil'ata Allahi al-ghaliya, ela inna sil'ata Allahi al-janna. Ajo që ka përëtu Allahu është e shtrenjtë, ajo është xheneti. Pra Allahu e ka fletë muslimani pasurin, po edhe shpirtin nëse ka nevojë, ka e ka fiton xheneti. Pra xheneti fitohet me punëve, واستكبر الصعب فإن السفر طويل وخفض ظهرك فإن العقبة تكؤون للصور تشكيل الكون مسلمات جناه سفراغ واشتناع والفيشة كانش براغم نقول جهلين جبالش نقول جهلين نسكين جناه نشتين نبنون كانش نسنبنون دارش نقول أديكم بيتش جهلين Pra, një rojë, letësor shpinë në tonë, sa të mundish ma pak gjuname, nëse ka bëtë të një qarë gabim, istikfarë bënë, pak të një qarë namaz, shtu që nëse të vetët në shpinë, gjunahet se pragu është i nëllë, e kur kje rrënë nuk mund të kalësh, kur je shtu pagatës, mund të kalësh 6 metrë, 1 metrë mund të këtej dalë në tonë, po me të glasë, nëse Resulullah alayhi salatu wassalam da, أخلص قلبك لله يكفيك القليل من العمل. On e punën për zatë Allahut, ka me qenë mjaft qajo edhe nëse pak e ke bo, e s'ke përdi gjithjeka. Po nëse bon shumë, me sinceritet, atëherë shumë ka fitu al-besimtar. Ishte vasjeti pejgamberit alayhi salatu wassalam. Unë e mirë vëllezër, e shtoton njeriu prej këqijave të dunjos edhe prej ahiretit. Gjunahet e një personit sjellin pas bereqet, sjellin telash, sjellin probleme. Gjunahet në një shoqëri sjellin telash. Kështu rastisht këtën se më të rënë një vla një hermoti me një katun pasakën një udheqi si katundi të zëllon qamë. Udheqi katundi, a pejgamberi alayhi salatu wassalam kur ato që të bëhen udheqi të juaj, ajo është qesaja e juaj, ama është alamet kiamet. Kur i keqin të bërë udheqës, kur i keqin të
për nga azab ka të zalë. Shumë i mundon. Me dojnë punë të randa në ofendime, në zëmume, ati të keqit një brejt, ati të njëri ka hanhakune, e një ditë në lidhe një parpasini, ka kundrit disa të të meqët, dhe i ka në mëndër dhe shumë rejët në pazar. A bo me pak të ndati shkërcunomi, a dini që ato të vlezë. Thot, ju jeni borë i për qatë një mbërë krijetari ju, thot, Allah i borë një të mirë ju, thot, i ma me shpirti me një. Kjo fjallë e ka vendin e me. Banit mirë ju, ta Allah i ma me shpirtin, po ju jeni të qimë zot e ka që keqin. Pra punë të qia vinë keqë dhe. Punë të mira e kurtalisin muslimon prej keqë qia, prej heqit keqë, prej zulumtarit, prej përshqis zulumtarit, prej keqë e kurtalisin, për të teju të më shemë, që të shkurë. Në kohën e Isa a.s. pas ka ndarë 3 njerëz në udhtim. E ndodhen prishet koha, e ato hinë në një shterë të shkëtojnë për shiu për borë. Hinë në një shterë në marë, do shka dikush nuk e din marë, atje ka shterë të cilën njëhen, ajo është si do një orë në pjore, edhe shkëtojnë prej shiu, prej breshit, prej borës, e mani karon hetën një. Ka hinë në një shterë edhe në vetë. Vetër një kohë, duke ndek aty, ra një kurë prej hana të shiti dhe jo të dhejë. Këto e transmeton, këtë vëtri e transmeton, hadisi pejgamberit alayhi salatu vesselam, i cili është sahih i vërtetë. Mos me thonë dikush është një hikajë kalimtare. Kjo është me hadise vërtetuar. Këtë persona vetëm në shterë, bera ju mbyll me shkallës. Prej rase, lanteri, jo e kuri ma aparat dhe e kuri derë, sa që nuk pishe e vend të apërtarë. E shkallë, vetëm në shterë, e që ke mund preocisë të vdesit. Në vetëm sa vetëm në ngritën pa të alëvizit, kuri me tonë paravasit në 3 veta. Në të alëvizit, jo të alëvizit, jo në të alëvizit. Jo një për të edhe ku kujtu dhe fatë. O dhe të ngritu se Allahu të gjelar njeriut kur i vjen dhe të bashkësi me t'i përvendje punë të mira e me pëjdua Allahu shkëton. Pra kur kjende një kesh isha, dhe një skruti, dhe një gajde, dhe një telashe, thunë ozdo për hatrin e namazit që kam parë, për hatrin e hardit që kam bo, për hatrin e kuranit që lezër, ndihma. Allahu të avon ka bu. E hajtë s'ka namaz, ka punë bire, si do të ozdo për alkoholin që kam pi, s'pohën ka bu. Ozdo për gjithë natën që rinë duj domina, jo, nuk bohën ka bu. Jo, veç punë mira, ku belen va, dhe punë mira. Njoni më ngritë dhe ta hajde të lutë e shka kemi bohë dhe shka mirë të kujtojnë dhe të lutë dhe Allahu për ishë punës që kemi bohë për në ndihmojnë të ashta me e qenë derës. Unë ngritë njoni me sinceritet, me ikhlas, të jarë dhe alemi. Bazën e nëmën i kam pas shumë pleqë. Edhe me një shkallë që unë e beti u shkesha, unë betu u me pi u eqa. Ata nuk ishin gjenë as me homër as me pi. Dhe një natë shkova prej punë e kohën, fëmijët i kishën qumni, por edhe babën e nëmën i kishën qumni. Thotë kisha të ditë ku shkosha prej punë, mas pari ishisha nëmën e babën të një hasha me familje. Jo në kamë në e qatë vrese e godin e teqë. Ashtu s'ka shkëri, ashtu s'ka rahme. Por gjellën, ushtimi, sotën, më të mirën në të të kërënjën e ba. Ta shkova kohën, kur shkova, nënën e babën i kizën gjumi, unë e pregatita të të ushtimin, e aprova apër, binte kjeshtin të razët ka që zhumin se janë pjesë dhe pushon e vajta ushtimin në dorë, atyre nuk të dërgjumi dhe i saba. Asë në hondra, asë do venona, asë në përkohë. Disa rëgjavat të arabijet po i falin gëndet e qartë e disa tete e qartë si është e mundshme ajo. O vezër, ne e din se të arabia falet 20 qartë.
Ku do të fali Arabi me të fali Izet? Kush nuk do të fali me të fali Santos? Në to që gjemati për një imam të lasin fjallë të pagjeshme dhe për të falë namazin i bohen tabi ati imamit të nakoni pish për atë gjemat edhe për atë namaz. Vlezër, me por për imamin fjallë dhe të mira nuk ashtë mirë. Pa nëse imami ka gabime, imami është gjeri. Nëse ka gabime, dhe të jasur parati për njësohen gabime edhe të falin se bashkë. E më të falin që edhe të konin nuk ashtë mirë. A nëse imami dhe të dedikata të punë, cilët janë të le, nuk dhe të jasur bashkëmine, po pejgamberi dhe sa të sëra të shkuja parasir, a imami cili falën e gjematin nuk janë të nashën, pejgamberi dhe sa të sëra të nga grupe të cilët së falit të t'hinë gjehnem, janë edhe ata njërës të cilët i falin gjematin a gjemati sedun. Pra këtë sedun nga punë që banë, ajo sedun për dishka tjetë. U ka i du me imamin të kufrimi, a këtë është sedun, ajo të në problem. U ka i du me imamin të dhe i pazarët, ajo pazarët dë njërë e vetë. Por, nëse imamin nuk meriton, ka punë të cilat nuk i gjahë, nuk i da njëje, njërës i duke të pësaj kjetër falin pasati, Allah i da shkari në ati e da. Si e komentoni fjallën me thënjën Zotit të bot kabul pas falis së namaz? A është mirë apo vetru? O dhe zërë, pas e falis namazën, në kemi drejt të kemi mishetit Zotit të bot kabul. Nuk ka thënë. Zotit të bot kabul. Mirë po, me disa rastë në të bot kejë për shemër, ka me kruhë nëse me dhe njëri të vetuar me konaj. Edhe raditën, krejt gjëmat edhe Zotit kabul, dhe ashtu jo. Po këtë një një qëtër në qëjtë u Zotit apo shkabu, ajo të dua edhe të jasalit të kargja. Ajo është në rejtë. Por në zbohet të e. Këtë letra e madhe, po në sufribojnë të tijë, nuk është në gjë. Pyruten të ma jetë një përgjitje të cakse për njeriun e vdek a bëhet 6 muaj ose një vjetorit të bëhet me buk dhe të fuhet se për shpirtin e ati të vdekurit. Edhe kur të vdekurin e për cilin, për në vërim atë natë para të akëshanit, duhet të kalen qiri 7 ditë rrët. 7 qira në atë vetit ku e kanë lartë. Pra për një të bilatë, i vdekurin për cilin me qira, 6 njërori nuk duhet të testohet, një vjetori nuk ka nevojë të testohet, por mund të lezohet për te e mund të duhet sadakale e shumë. Shme që i nga mgetin. Shumë dhe të pike të cilat dhe për të du një ujim, janë më shpesh ose rritën, kisha me pitë, a ka më shumë Kur'ana apo një Kur'an? Pse përqahen hoxhallarët në zvetë? Në bashkësinë islame dhe pse në idojnë të të formohen 2 bashkësi islame. O dhe zë, Kur'ani është një, me dhimet e njëzit dhe në 101. Pra, kur nuk i mahemi Kur'anit, atëherë mahemi qeshit. Si mund t'ishte kushtetu, rregullore e jetës tonë qaj Kur'an, ne dhe t'ishim së bashkë. Kur e kemi lënë Kur'anin bas shpine, atëherë njën i dorë shumë punoj, a i tjetëri dënashtu, a i tjetëri kështu, e pra por një një me një, por ju si musliman, dorë në zemër, Kur'ani është një, edhe tjetë që të shabohen, to e në jashta Kur'ani. To e në jashta Kur'ani. Kur'ani nuk është razim me të punë. Allah nuk është razim me të punë, pra në Kur'ani i bëjmë tanë, dhe i qënë njëti tash të dyshojnë në Kur'an. Mos dyshojnë, Kur'ani është një, fjallë Allah është një, por mendet dhe kandjet e njëtive janë shumë. Pra njëri t'i kandje të ashtu, njëri t'i shtu, Allah nuk është ajri. Pse me shihat i bashkisë islame është ndarë, e njënta është që kjo të drejta të herë pësëritë, që është ndarë në 2 grupe, disa e mbajnë kushtetutën, e disa jo, vlau tim është hoqë dhe e përkra kushtetutën. O, dhe të kushtetutë me të vërtet e një bërë rri. Kjo kushtetutë është mirë, mos përmendet marë edhe të ndërrohet se ka bërë përshamit marë.
Kush e duke nuk e përman të torë, nuk e man libën, nuk e man resnin, nuk e man pejleti, disa të dhe shkupe mojnë, disa se përmojnë, disa në kumanove, disa në të torë, pse? E dinë pse? Se Kurani i kemi qitë në shpi. Kurani, ne talon për kushtetu, ata të cilë të të përkrahin, ne talon kushtetuke, me ta marim Kurani në doa, me zanim para gjeruatit, në thonë jo vëzër, që e kushtetu të ajoan, këtë gjeruatit ka mita. A keni mita? Unë keni mita për dojë Kurani. E më kushtetu, njën e marrë shumë, e qëtë dhe e marrë në shumë, pra njëhe të marrë. Ajo kushtetu, të nga kushtetu. Ajo është një regulore, këtë në shkatrojnë në zvetë. Pra, diku që e formanë, diku shtetë, diku që nga lezu. Njën të cëtë i horë nuk e përkratë kushtetu. Është basta së që ka lezu një mund të përkratë se nuk pajtonë me Kur'an. Bon beye i thamu situatën, bon beye ajo kushtetuka, a ka të një ajet më rejtë, ta jo. Po dhe një hadis, ta se kam lezu krejtë. Po t'i hënë se ke lezu hënë përva, pra Kur'an për që në tjetë. Pra njënje këtë muhabetë, njënje këtë gjonën, ne të kalerën, të kalerën Ramazanë, inshallah Zotit qonë rahmet, e lonë, e hekin, ta, hekin atë që kanë shkujt me dorën e vetë, e vinë ato që nga ka qoha Allah për më në nëzirë. E në bas ati Kur'anit, në bas sunetit, kemi në ukretu. Nëse nuk dhe qatë të asfatojnë, ka në e përqarë përsin islam dhe edhe shpira dhe muslimon me kamima. Inshallah Allah në naruan, imi këto, unë disa edhe në duhet një këto biseda, edhe të detyron vetë rasti që, po unë me mëse inshallah Zotit dhe të najqeri e spirit e bandit, edhe zemrës dhe dhe të najpërgoj të realitetit. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله تعالى على نعمه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين جماعة النور وإساء الجميع نعم الله جل جلاله وجل شأنه شهداء عاصم تجاوه من رمضان يكلمون الله جل جلاله وجل شأنه بقيل أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كلماته رجلية لشة نورة نينة مية جاس وتجاس تقول دبا ماذا تعطيك وصديق الجماعة الجميع يشوف
Një herë të shfrytëzoj rastin që në këtë bil ma shtorë të qaj gjamije, gjëmotit të shkupin kja uaj, hafin e di gjamijeve të reja, Allahu jalla jalaluhu wa jalla sha'nuhu ma jamat madiri dhejnë e kjamet të posilat e abdara. Me dëshirë, që në këtë qytetë dhe në vetë të tjera tona, Allahu jalla jalaluhu shpijnë e ti të historia abdara një. Temën që e para leproj Allah, mbarë me vete në ti fjallë që mati të ruar, fjallën arsir dhe fjallën dritë si pas Kurani Kerim. Allahu jalla jalaluhu wa jalla sha'nuhu Kurani Kerim ka Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kullin khalaqna zawjayn ithnayn. Prej çdo gjës kemi krijuar me bot çift. Prej çdo gjës kemi krijuar me bot çift. Nuk me siguri, nuk do t'jemi në ata të cilët do rrinë në këtë xhami dhe do t'i dëgjojmë të gjitha shpjegimin e gjitha çifteve që i ka parë Allahu jalla jalaluhu në Kur'anin e Kerim. Nuh alayhis salam me një rast shumë të madh me rasita خذ من كل زوجين اثنين نعمل طبعا ذلك يزوج راسنا الشيء ويحط بين الزواج فطبعا شيء الله جل جلاله وجل شانه فكبريون يليون شفت مشغول نبان الله جل جلاله وجل شانه يكبريون بين الزواج الله جل جلاله وجل شانه يكبريون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي جعل خلق السماوات والأرض إن روى إن قريتم إلى السوى إما روى إبان إلى بيت يا روى إلى الدوى hiç para paramenderu edhe me qenë se kur kush askush në këtë botë nuk paramenderon Allahu i jon prap është i paramenderuar ai i cili krijoi qiellin dhe krijoi tokën khalaqa as-samawati wal ard pra çift wa ja'ala adh-dhulumat ka kriju ka bërë errësira dhe dritë dëgjoni mirë rafur errësira shums dritë njerëz dhe wa ja'ala adh-dhulumat kam kriju arsira edhe dritë, jo drita. Dritët njerëz, kurse arsira shumës. Apo çka ka qenë shkaku që Allahu jalla jalaluhu arsira t'i cekë Kur'anin e Kerim në formën e shumësit, kurse dritët në njerëz. Arsira të vallin dashëm janë shumë. Arsira numrin 1, arsira e ignorancës, arsira e partikullirës, arsira e arsimit, arsira Allahu jalla jalaluhu
kur të folë e wa idha wa'ada akhlaq, kur t'jave bezën të ata, wa idha tumin khan, në momentin kur a jap bezën e dhe t'bjap beslimin e Allah dhe lëdhëru, tratar dhe amanet e ha. Të janë numrat e munafikit. Kjo atarë nga munafikit, në shpinë dhe në gjëks, mundi me jo, të thonë në atër e dhe ditën, keni mundësi të gjakalim dhe të atalodit. Allah dhe lëdhëru, këtë qërë që të tive burave e sërën Kurani Kerim, ku e përdor fjallën nur dhe fjallën ka asirë dhe fjallë e krabar. Bismillahirrahmanirrahim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Shembulli i munafikut, shembulli i diftirësit, shembulli i njerëzve përse negative, çka për çdo njeri dhe për çdo shoqëri dhe për çdo sistem që i ka dhënë raportës kanë mundësi dhe energji me ardhu për kënd, vetëm për vetë të sistemin që jenë për të vetë s'ka energji, Allahu dhe të zërë të akull gjajtë të. Ka i gjajtë ati njeriu, i cili në shretimin ka kaos i ka dhe zjarë e vetë, për të fitu, për t'ja pa hajë, në vitë dritës zjarë të ati, Allahu dhe të zërë ku ka thonë Kurani Kerim, bashkë në të momentin kur ati, kur i bilacione i shkëtëzimit dritës zjarë të ati, ka përda Allahu në nurim. Dhe një amarë, o në dritë e ative. A kërënjë dhe përda Allahu në nurim. Ja për zjarë, se atë zjarë kanë ka. Ato kanë ka zjarë, Allahu ka thonë një amarë dritën. Ka thonë orë, njeriu të cili shpamët amriti ja marë gjana për të cilë rajtë ditë gjobi, se hini nuk i duhet ati, për hini nuk përbori, përbori për dritë. O atëra ka unë fijë dhulumat, nuk ka përë rëta, pa ka unë fijë dhulum, nuk e lane asirë, pa e shti e buti në arsira, pra arsira shumë, kurse nuk drita njërë. Pra arsira shumë, o atëra ka unë fijë dhulumat, la yubsirun. Gjëmatin në ruë, si t'ju dhe për të stiran me tas, qaj, lidhe me njerëzit që bajnë ma shumë tira me vetë, Kurani Kerim e vazhdon ajetin e arshëm dhe thërë. Summun, bukmun, aujum, fahum la yarji'un. Som, shur, bukmun, nëm, aujum, qar, la yarji'un. Shka me ndoni për një njeri, i të një ndonë se e ka qenë rrugën e vërtet, nuk në gjatë për t'i falet, nuk ndinë në kur t'a tëllës, nuk shafë kur t'i rrish parasish, nuk flesh kur t'i rrish me tash, a me ndonë se tash rrugën e drejtë. Shme ndoni për këtë njeri. Au ka sajibim mine samai fihi dhulumatun, prap arsina të shumë. Munafiki shekë në ti ka tëra jetin e thot, ose, një njeri, i cili ka ngejnë me një nërë prej nërëve, me arsinën e mjegove të trishtushme, dhe ka thënë shiu i verë të krash, i cili të cilin e shoqërojnë murmurin dhe e shoqërojnë vetima dhe mra, e ajnë në këtë moment dërë të gjenë rrugën e vetë, dhe të unë ka sajibim minë sema, fihi dhulumat, arsin, fi arsirë bide, wara, edhe murmurin, wara, edhe vetim, wara. Pse këto gjore? Se herë vetoj e gjore mundohet me dhe rrugën. Se herë sotën vetima e rrugën para veti dhe më shepën para veti dhe mratë në tujë në disa vete të eshnëve trupit ati mratë, do që të me dhonë e prajtë tokën. Kur të vetoj e prajtë do më me dhe rrugën. Kur këtë nasihat, po njerëzit shumë të mirë. Kur dojë që kur qkojnë Ramazani, i gjojnë prapë diskotekat kapriqa. Kur rrimë o kamarë, në kohën e vetimën dhe të nurit Allahu Gjelle Gjelaluhu, ato kohën shumë si gjepë. Në momente kur nuk i shepë kur kush, Allahu Gjelle Gjelaluhu arrejt ka vërë dhe arsina e një pasnita, Zotë Gjelle Gjelaluhu, Muhammed Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam, prej tive arsina me nga vërë, e qoftë të dritë e dritë, të 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 të
gjithë dritën, aja është krijuesi i dritës, qielleve dhe i dritës tokës, aja është krijuesi i errësirave, Allahu jalla jalaluhu wa jalla sha'nuhu qadra Muhammad Mustafa, me sinqeritet nga kjo kursi e Zotit që ne ta çojmë dritën e tij. Gjabati nga Allahu nuru samawati wal ardh. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح شربني نورك إدريد الله جل جلاله إن جاء نحو صوتي دريد تستطيع يوهين الأمور ألا يدريد تستطيع شربه يوهين من دريد ضامة أبايا من دريد قاضي أبايا من دريد طولي دريد ماري شيش دوري ليسور دريد فاني دريد تستطيع نعلم الأمور تشربه المنى سيزوك جل جلاله وغفر يوهين Drita e qiejve dhe tokës e ka zbogru me dritë dhe Allahut tonë. Ka thënë مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح
Atë lidhje sa për përëndimit, e ka spjeguar Allahu Rabb Kur'ani i Kerim ka për qëllim. Ka thonë shatra të tahruju fi turi Sayna. Një kreme të tabin, me një kodrë për kodra me ku Musa a.s. me Allahu Jalla Jalaluhu ka bisedu me fjarë. Ajetin 164 surat Nisa. Wa kallama Allahu Musa taklima. Allahu Jalla Jalaluhu Musa me fjarë ka bisedu. Jo vetëm ti vetë që janë për qëllim, po ashtë për qëllim vetë o si vetë, dhe druri si dru, me gjithë trupin e ati, fritin e ati, degën e ati dhe fletë e ti. Me trup, me degë, me fletë, me frit, ashtë i dalun prej kejtë përë. Qa ka të dhe dalun? Qa ka të dalun ki dru prej qera dhe dru? Ashtë interesant shumë, kush ka të njo për drurin e omerit, kur dalë e dilin me mëgjes, fleta, me fleta dhe verës nga, ja këtan djelit shpindën e fletës. Kur dalë e diti mas me djelit më rëtine, prapë në orën tjetër e këtan fleta, ja këtan shpindën djelit, a do këtë a ma shka e në smut, ma shumë shpindën djelit ja këtan e gjikësi. Shka ka në problem. Ato shka dojtë rrasë të djelit shumë mirë me ishtin trupin e vetë, mundohë në përmet shpindës me ishtin. Kjo me e pra, ma me se me si tepi për me qera, po e firka rrasë me djelit. Muslimani mirë, a i shkatona a jetën e Allahu Jalla Jalaluhu me i bërë jetë, a i shkatona a jetën e Allahu me i përjetu, a i shkatona batu, du t'ja ka shpinën, kundër të nështë ajme du të batu. Me këtë përmë një për të kjo aktive, prej një me dhe Allahu Jalla Jalaluhu, a me ulemat njeri u du të qirë barë për bari, ta që e gjojë si në zemër, i në halama në asma, se si në halama rrugën e Allahu, nuk ka përri shurove, i në halama në asma, تعمل القلوب التي في الصدور إن شرم زادت سين زادت نكشوف الله نكشوف الطوبة علينا الله جل جلاله يا رب مصنع جرس سين زادت كرسي الدور ضابط بديران غطية يكناس ما يا رب العالمين ولهذا بالذات مصنع إلى الله سيرون الدور جماعة كيف نو كيف تريد جبار سيقول إن فرمت دياهي الله جل جلاله وكبرشا والقرآن الكريم الله أجل الله وإحسان للناس الله جل جلاله يرجعه دين يرجع القرآن الكريم يترشعه نكمل يكون بيتشعه إذا شعره ليكون بالدريبس إذا دير في صوت البيان بيكون نحن بمركوتي هو صوت الجزيرة بدم 9 minutes في المصري اليوم ففي بيوت أذن الله أن ترفع 9 شتبي كونه الله جل جلاله مولاي فقير فاشبيه الله جل جلاله فرشا ليذكر فيها اسمه يا الله جل جلاله مولاي كل شاش آية يتزلن شبيه الله أمن فقير أمن مثل ما يجري يتزلن زيادة التي تريد الله جل جلاله كفير كل آية يتزلن تريد الله جل جلاله كفير على أشنا تشير وتيسلكونا ليذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والعصار فرمانا لما تروح أمرون تسبيح الله جل جلاله من جهة براحله امريك نجري نتيجة الله جل جلاله مسديد لنص مسديد القرآن الكريم كتاية تكاسك من جهة براحله بالغدو والعصار سكسوان الله يبقى Njazi e ti e drejt 100 hektar nove. Edhe kur të tregojsh mua më du, që kjo a shpejt në këtë qësh e natë qësh e erja. Mi dizi arë si kuna. Zame dizi ja këllon që të rëkush. Me njës dhe mradje, të thot, të rëndine. Kejta që Allahu jelle jelaluhu wa jelle shanuhu dhe me rritat në shërbime e vetë. بالغدو والآصال وشيانا مطورة كبراجة وتلنا الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله بورا مثل التكدية على وقت من أعمال الوكترافة شربلين على وقت من عبادات الوكترافة كافي زكام يتروج على المريض باشتهون سيفرقات مسؤولية نوكي نوها نوكيون لله أقول نوك دين درجان حرام من الرجال شكرا جميل يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يقول الله جل جلاله نبدينا جيريو فريفريدا فايدين نجاح من شجاع أجمال الشعب
Do të thotë ati nuk shohin drejt prej ditës. Ja khafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Yawma yukshafu al-saqim wa yud'auna fala yastati'un. Yud'auna ila-as-sujud fala yastati'un. Ditën e Kiametit, Allahu jalla jalaluhu dhe Moti nderuar, kënd njerëzit prej atimit deri në fund do t'i urdhën me radhë sejdë. Sejdë provimi, sejdë e fundit, sa cilën do ta bëjnë njerëzit, nuk do të bëjnë garantë. Vetëm një gru, ata që sejdën e ushtruar këtë botë, ata që sejdën e ushtruar këtë dunjë, do ta kenë me disin e ushtruar për atë punë, atë me emraj, ata që pritin me ati njëri për i more me nuk kalëzuse, në të drinjallë me me, dhe të janë ashtu të prit, po dojnë kush ka atë në kalëzua që se ka diçka më rëfporë. Njërë një ka shti ka sejrën në në vetë në dorë, me këshira përpysin, Diksi ka së të vore, ta provoja gjithë, ta të javë, ta zërë, ta i kalzojë dhe më të dharme që, a me shashja ka në pitë me lartën dhe avit të në vore. Lau jam i da, këta përse ka provu këtë? Këta përse ka provu? Këta ka provu Filipse, ka provu Stanje, ka provu Simersi, ka provu Kohar që kur dushtuj. Edhe ka setër e kësaj, ka setër e ka provu bajeri njëri që a shkru këtë për incizimin e teknërë. Kur barot një fabrik, e cila përën ka stërdoja për incizimin e të vdekur dhe në vartë për nëri, në turdojnë në kërë njërë. Kjo, kështu në zurim një shemë shumë shkurt lidhe me këtë. Ata incizor të dhe të në të vletë për të arëtër në ka punë. Në gjohë, në që ka shkra? Teknika e jonë që ka shkari. Me atë kemi shku me teknikë qatë shlarë, pra. Mos në mrepim zonat e blokta kësimin e Allahu Gjelle Gjelalu. Drita Allahu Gjelle Gjelalu a këtë që të zërë. E vazhër Kur'an-i Kerimi edhe ajeti i fundit i orë i sëtë ato. Walladhina kafaru a'maluhum kasarab biqi'atin yahsabuhu dhama'an ma'a. Ato që janë besimtari i parë të shishi. Tregtia, shqipleja, pasuria, këtë botë nuk po i traftoj ke miliardu në rrugës Allah. E para qëtë? Ato të rësirës që më bëjtë, si ish jetë e ati, ato i morin dokumentet e vera të kohën e caktuar, drojnë me gjithë dritën harë. Kur shkojnë harë, ato shka e kanin baterit e dritës, kanë janë transferu në Strasbourg. E caktojnë ditën me shku me gjithë dritën në Strasbourg, kur shkojnë do një Strasbourg janë në Fransë, sot piston e talena e ka marrë Gjermanë, atë është e ka marrë në rëjë. E me caktojnë ditën me shku në Gjermani, kur bëjtë dhe ka kalun Hollandit e vënd Hans van den Broek, ka shku atje drita, hajde pura qantët, me shku me dritën se e qikavin e qëtëve. Tëllëvije, ersirë mas ersire, turbulin mas turbulire, gjahilijet mas gjahilieti, ignorant mas ignorante, mos dituri mas mos diturie. Allah, në hapni, Allahu Gjelle Gjelalu, në ka hartu rrugën, në ka pohë të stratën, i ka du lama. Preja atëherë kër e ka kriju ke bërë për rëmje, unë jam drita e qelit, edhe unë jam drita e rrugës. Te unë e di për dritën hasreke, në vendet qera e ka emrin arsir, bile e ka emrin arsira. Walladhina kafaru a'maluhum kasarab. Ato që kanë bërë kufër, ato që nuk janë musliman, ato që nuk besojnë, punë të tyre janë si qaj uji që ka po e shifri me kërra s'panë të rejtë. Një disin e kam të betre të qim para juve, la, kur të rinja ka të qa, jo, e nuk për e në të baka mena, që në gjithë e administrativ, jahtamu në dhamanu ma, i e eshti me ndonë se ka të qka me ki, kur ati e në vendin e një diku shenja, nuk gjonë gjonë, وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ اَجَوْنَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ مِنْ إِبْدِبَ kur gjashoj e melajkën me tonë, sot është dita e dorëzimit. Sot është dita e dorëzimit. Bërmo, e jumja u krizë të dritë. Edhe me vërës e sot administrata e Allahu Gjelle Gjelalu i cila ka qëra ka të dërgona, edhe ka qëta administratë, qëra dokumente, ka me ju thirë në rrugën qëtër. Të lama ju lutemi
ne kemi shkrujt për imi shka kemi bo. Ne kemi pashkrujt gjatë kemi lorë pashkru, ordërit të dhe ju. E unë ka volumatin fi bahë, a ka volumat, rapshërës, e unë ka volumatin fi bahë, ose, pune aktive është si atë njeri unë i cili, e ka zonë notën në gjatë, e ka zonë notën me dhine vetë në Pasifika për në mesin Atlantiku. Fihe volumat, أو بحر لجي أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب نار ميego ضرب ديما فرين لمدير طيب هو بالشافية سيئة disa qafira atë me ake pa Allah i tana pra ka pa edhe të një pa i kële po unë nuk për qaj që e ka pa ju për qaj pa kërë t'i pa që e ka pa këni himë din kemi din a ju ka mor ka Allah pa da ka mor pa qka pa ishi për kërë të ndirë me një qëtit a e sot të prej një qëtit ta pa ma i strape a nuk që më një shkotu t'i kush po a qaj e sa ma e jem po ju për pëndim në ta i da raki bu bil mahre da Allah mukhlisina lahu ddin kur po jepni nania dhe për ula hata algamir po dhoni draki përre kur po dilni në fat po dhoni për moja pa mbërna ja po me kur ngreja po lupin ka nga tja edhe pështu e qarë dhe vet kapetan broda sa më rëgdo për moja për e lur kur e vera a që për moja s'ka i ke puna dhe mënes a që e ka u kusë nuk ka për lupja nuk ke që rëgësh ومن لم كن ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور الله جل جلاله كوي آيات أي دريدا آية أتيجي الله جل جلاله دريدا آية دريد ما سجر لله الفاتحة كيفان رجع للجلال الله جل جلاله يشكر ليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Faleminderit të rinjërimit. Kemi të akimi të është, kemi të buar se... أعوذ بالله من